Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga nervi shiatik, mjafton një lugë nga kjo çdo ditë dhe do shpëtoni. Një grua e cila vuante prej vitesh nga nervi shiatik për një kohë të gjatë, njoftoi në rrjetet sociale se ju bind këshillës për të kërkuar ndihmë në mjekësinë popullore dhe pinte çdo ditë qumësht hudhre, sepse ilaçet e përshkruara nga mjeku nuk po e ndihmonin. Por kjo nuk do të thotë se kjo metodë funksionon për të gjithë apo se ilaçet nuk janë të nevojshme. Në vetëm disa ditë, ajo ndjeu lehtësimin dhe 14 ditë më vonë, sëmundja pothuajse u zhduk plotësisht. Qumshti me hudhër mund të përgatitet i freskët ose i gatuar. I freskët ai vepron më fort dhe më shpejt, ndërsa gatimi e zvogëlon erën, por në fakt do bësohet efekti, por përsëri mbetet shëruese. Hudhra në qumësht të ngrohtë, mrekullia e kësaj recete për azmën, pneumoninë, zemrën, artritin, pagjumsinë dhe dhimbjen e shpinës është vërtet të lehtësuese. Ka shumë receta natyrore të cilat ndihmojnë në shumë kushte të ndryshme shëndetësore, por këtu ne do t'ju tregojmë këtë recetë shtëpiake e cila përgatitet lehtë dhe shumë thjesht. Ndërkohë, fusha e saj e veprimit është me të vërtetë e gjerë dhe vetitë e saj ndihmojnë me sukses për të eliminuar apo lehtësuar shumë probleme. Kjo pije, qumshti i hudhrës, përgatitet shumë thjesht nga qumshti i ngrohtë dhe hudhra. Pra, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër, 2 deri në 3 lugë çaj sheqer ose mjalt dhe 250 ml ujë. Procedura: përzieni qumshtin dhe ujin në një tenxhere, shtoni hudhrën e qëruar dhe të coptuar, pastaj vendoseni në zjarr në një temperaturë të moderuar. Lëreni që të gatuhet ngadalë derisa të avullojë gjysma e lëngut. Pastaj merreni dhe kullojeni dhe shtoni sheqer ose mjalt për ta ëmbëlsuar shijen. Më mirë pijeni ndërsa është ende e ngrohtë. Azma. Simptomat e azmës do të lehtësohen ndjeshëm në qoftë se ju do ta konsumoni këtë pije ose të paktën do të hani 3 thelpi hudhër çdo natë. Përdorni karafil më të vegjël që të mund ta gëlltisni të tërën për të shmangur erën e saj, por do të ndihmoj shumë në qoftë se ju e konsumoni këtë pije vetëm 3 herë në ditë. Pneumonia. Pija është treguar shumë e suksesshme edhe në lehtësimin e pneumonisë 3 herë në ditë para ngrënies. Probleme me zemrën. Kjo pije ul kolesterolin e keq, parandalon piksen e gjakut dhe përmirëson sistemin e qarkullimit të gjakut. Përdorni qumësht me pak yndyrë për të bërë këtë ilaç akoma edhe më efektiv. Trajtim i verdhëzës. Qumshti i hudhrës eliminon me shumë sukses toksinat nga trupi sepse aktivizon një enzim në mëlçi. Mëlçia ka nevojë për zgjufur për të detoksifikuar dhe hudhra është një burim i shkëlqyeshëm i kësaj substance. Përveç kësaj, ai përmban alicinë dhe selen dhe përmirëson prodhimin e tëmthit dhe zvogëlon yndyrën. Rekomandohet veçanërisht për trajtimin e sëmundjeve të verdhëzës, e cila duhet të konsumohet 3 herë në ditë 4 deri në 5 ditë rregullisht, por gjithmonë para se t'i përdorni këto receta, këshillohuni me mjekun tuaj. Artriti. Qumshti i hudhrës nëse konsumohet çdo ditë, do të zvogëlojë ndjeshëm simptomat e artritit, përfshirë këtu inflamacionin dhe dhimbjen dhe si edhe dhimbjen e shpinës. Pagjumësia. Për shkak të efekteve të saj qetësuese, kjo pije siguron gjumë të qetë dhe njëkohësisht më cilësor, kështu që mund të përdoret për të trajtuar pagjumësinë. Koll.
Shtoni një lugë çaj shafran pluhur të indist në qumshtin e hudhrës dhe do të merrni një pije të mrekullueshme. Hudhra ka efekte antibakteriale dhe duke shtuar mjaltin, ju do të merrni një pije të plotë për lehtësimin e kollës. Kolesteroli. Kolesteroli gjithashtu zvogëlohet me sukses nëse merret 3 herë në ditë për një javë. Efektet e saj zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Por, le të flasim se si të kurojmë nervin shiatik. Dhimbjet e nervit shiatik mund të ndikojnë në të gjithë trupin. Ata të cilët vuajnë nga kjo patologji fizike janë shumë të vetëdijshëm në një mënyrë kronike. Por ka një lajm të mirë, i cili është i përfaqësuar nga një recetë natyrale dhe tepër e thjeshtë, e cila mund të ndihmojë që çdo gjë të bëhet edhe më e durueshme, madje edhe për të zhdukur plotësisht të dhimbjen. Vetëm ju duhet që të ndiqni këto udhëzime me kujdes për të reduktuar gjithashtu në zero dhimbjen muskulare atë tipike të inflamacionit. Ndërkohë, para se ju të shkoni në shtrat, ju sugjerojmë thjesht të vendosni 10 litra ujë të nxehtë në një kovë ose bazen, ku mund të vendosni këmbët tuaja. Natyrisht, temperatura duhet të jetë e durueshme nga trupi ynë. Shtoni pak uthumolle dhe krip në ujë, fusni këmbët tuaja dhe largojeni ato kur uji të ftohet. Më pas, lajini këmbët dhe thajini ato me një peshqir dhe shkoni drejt në shtrat duke u përpjekur për ta mbajtur zonën tuaj sa më të ngrohtë. Ndërkohë, ditën tjetër, vazhdoni të bëni të njëjtën gjë. Menjëherë vendosni çorape ose gjëra të ngjashme në mënyrë që të mos i mbani këmbët të ekspozuara ndaj të ftohtit. Përgatitja e kësaj procedure për 6 muaj mund të ndihmojë për të luftuar dhimbje të nervit dhe inflamacion të rastit të nervit shiatik. Ju mund të vazhdoni me këtë recetë edhe kur dhimbja juaj bëhet më akute. Ndërkohë, në qoftë se vuani nga nervi shiatik, mund të përdorni edhe qepën. Qepa mund të mos ketë një aromë të këndshme, por përbërësit e saj luftojnë inflamacionin dhe gjithashtu zbusin irritimin e shkaktuar tek nervi shiatik. Masazhojeni zonën e dhimbjes me pjesën e brendshme të gjysmës së qepës duke formuar lëvizje rrethore rreth 10 minuta. Këtë masazh duhet ta bëni 2 herë në ditë. Gjethet e lakrës. Sipas informacioneve, vlerat terapeutike të lakrës janë funksionale edhe kundër simptomave të nervit shiatik. Ngrohni disa gjethe lakre dhe vendosni ato në zonën e dhimbjes. Mbajini për rreth 10 minuta dhe nëse është e nevojshme, përsëriteni këtë gjë disa herë në ditë. Ndërkohë, vaji i xhenxhefilit po ashtu mbetet një tjetër recetë të shkëlqyer. Vaji esencial i xhenxhefilit lufton inflamacionin kur aplikohet në lëkurë. Ai shkakton një ndjesi nxehtësie e cila arrin që ta mposhtë dhimbjen. Por gjithmonë duhet të dini se jo çdo recetë funksionon njësoj për të gjithë personat. Kur nuk duhet të anashkaloni vizita tek mjeku dhe medikamentet të përshkruara. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdërimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.